Por unë besoj se këta e ka bërë shpend për një arsye për të hequr vëmendje pikërisht nga ajo që ne folëm më sipër dhe shumë gjëra të tjera. Se gjithë po të shikosh, është domethënë devijim i ngjarjeve, le të themi politike që ndodhin në vend. Sa herë ndodh me ngjarje të tillë, Rama është mjeshtër i këtyre dhe e devijon muhabetin. Pra, ka diçka vëlla. Mua më bëri përshtypje tek fjalimi i Ramsesit, më bëri përshtypje një gjë. Më në fund pranoj disa gabime, disa dështime. Kemi dështuar ta me RTS-n, po kemi dështuar dhe me këtë tjetrën, po dështuam dhe pak me Europën, se është bomba tjetër është siguria ushqimore. Pra, i mashtroi njerëzit do ju fus në BE, pra i ra komplet teza e tij me Edin dhe PS-n në Europë, në BE, se kështu është i papar për to pankartat. Dhe tha me pafytyrësi më të madhe, tha shikoj, Europa nuk na doneve për arsye të sigurisë ushqimore. Tani, kjo e sigurisë ushqimore, Edi Rama ka qenë opozitë vëlla, ta bëj një pyetje, ka qenë opozitë o vite? Shiko, ai sillet si opozitë, ai bën dhe qeverin, bën dhe opozitarin, dhe me drejta, se po nuk ka një opozitë tamam do edhe i mision vështirë, do bëj dhe pjesën e opozitës. Po se është e tmerrshme vëlla. Por me sa duket ky episod u mundësua nga Red and Black Motors, Stone Mountain Flow, Stax Consulting, Eden Decor dhe stacioni librarisë.